Shoqata humanitare Feniks në Ferizaj bëri me shtëpi të re 2 familje, një në Viti dhe tjetrën në Kaçanek. Për ndërtimin e këtyre shtëpive, përveç Feniksit, kontribuan edhe donatorët. Familja 3 anëtarësh e Fikret Zenelit në Viti, e cila ka jetuar në shtëpi të huaj deri tani, tha se është më e lumtur se kurrë. I falenderoj shumë, mas pari Basin Milaem, edhe shoqatën e Feniksit, i përshëndes shumë, edhe e përshëndes shoqatin tonë, donatorët i falenderoj shumë. Ç'është po ndihesh sot që? Shumë mirë, i gëzuar shumë. Zoti i shpërblet të tanëve. Zoti i brujt. Jo, dishta me përshëndet mas pari Basin Milaem, që ne ka marrë këtë shtëpi, faleminderit shumë. Allah e shpërbleft edhe të gjithë punëtorët e Feniksit, edhe të gjithë të tjerët që më kanë ndihmu, përshëndes krejt, për zemërsisht krejt, edhe për juve, faleminderit. Të gëzuar që arritën që këtë familje ta bëjnë me shtëpi të re, u ndjen edhe donatorët. Unë ndjena shumë i kënaqur edhe jam kam lef që shtojnë kekun po këtë punim, këtë ndërtim. Edhe i përshëndes gjithë ata që kanë marrë pjesë edhe që kanë financuar për këtë familje shumë u konë e varur. Sot jemi në fshatin Mogill, në këtë familje që me të vërtetë shemë ka pas nevojë të ashtë edhe më herët, por ma vonë është lajmëruar dhe donatorët të cilët kanë ndihmuar këtë familje unë i përshëndes nga këtu. Shoqata Feniks e ka një gëzim shumë të madh se 2 familje sot gëzohen dhe kështu që ne si shoqat shumë jemi të gëzuar ato kategori që shemë janë në gjendje shumë të vështirë dhe ju ndihmojnë edhe ato vllazit e motat e kushërit e meshte këta diun, po edhe shoqata Feniks ato mundësitë e veta i shterë sa duhet dhe unë një veten shumë kënaqur me gjithë kryesinë e shoqatës që kjo familje sot bëhet me shtëpi të re edhe inshallah gëzon këtë shtëpi. Shtëpia tjetër e ndërtuar në Kaçanek me ndihmën e Feniksit është ajo e familjes Axhami. Këtu ndihmuan edhe miqët e kësaj familje. Mirë vallai motë, mirë, fanes shumë që na keni ndihmuar, fanes për mezve. Për këtë dhe shka janë, do me thonë, në tanësi, për mizve mas poje, përshëndes, Milajmë Jashojnë, Sevdijën, krejtë me rangë të shka janë. Feniksit për donatorët, me falë rjegjën, izvan rjegjën, Fadil Jashojnë të shka janë tjetër. Ndina shumë e lehtësuar se Komune Kaçanikin ndoshta do të thamë është shumë e varfër për strej. Është një vend rural që shumë e keq që mundet me pas vend edhe me bon një ndërtim të tillë, po më mënyra të ndryshme po ja dalmi me bë. Në këtë pururim mori pjesë edhe kryetari i kësaj komune, Besimi Lazi. Çdo herë kur bëjmë pururime, sidomos nga shoqata Feniks, jo vetëm unë, po mendoj që gjithë shtetarët e Kaçanikut që e ndjekin sot këtë emision janë të kënaqur, janë të gëzuar, sidomos kur përmendemi Feniksin që mund të them se kësaj janë edhe komuna e Kaçanikut është bërë një emër shumë i dëshirueshëm për shkak të punës dhe aktivitetit që po bëjnë kjo shoqatë. Unë shfrytëzoj rastin edhe këtu një herë të falenderoj shoqatën Feniks dhe gjithë ata që po kontribuojnë këtë drejtim, që sadopak po e zbusin varfënin ose pamundësinë aty në familje për të bënë një streh mbi kokë, siç është rasti sot që po bëjmë pururimin tek familja Axhami, që duke falenderuar Feniksit dhe gjithë atyre njerëzve dashamirë të cilët ka kontribuar, e që ne edhe ne si Komune Kaçanik jemi mundu të bëhemi pjesë e një participimi ndoshta këtë modest, po spaku të bashkëkoordinojmë apo të bëjmë humanitarë së bashku me këta njerëz që po i ndihmojnë këtyre shtetarëve në këtë raste. Shoqata Feniks paralajmëroi se gjatë kësaj vere do të ndërtojë edhe shtëpi të tjera në Ferizaj dhe rrethin.